Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit politike dhe nga aktualiteti me avokatin e njohur Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Tani rezultatin e morën vesh. Fitoi Berisha, humbi PD-ja, humbën të rinj, protestë të premten, na vin dhe kokat e Europës. Por nga Amerika për te oqeanit akoma s'kemi ndonjë reagim. Se kanë marrë vesh ata besoj apo? Shiko, e vërteta është që e kanë marrë vesh, por ajo që bëjnë ata është që reagojnë ngadalë dhe nuk duan të reagojnë në mënyrë të minjërshëm. Reagimi i tyre do jetë ngadalt, është si ajo vdekje e cila është vdekje graduale, nuk është vdekje e cila nxjerr pistoletën, plumbin edhe mbarove. Është graduale dhe normalisht do të kemi reagim dhe reagimi normalisht do të jetë në formën protokollare. Mos mendoni ju se do të jetë o maskara o kështu ashtu, e kupton? Nuk do jetë si rasti i Ramës që doli në CNN dhe tha që Trabi është njëri i paaftë, kështu e ashtu. Nuk është kështu. Pa opozita ndihmon protokolli opozitën tani në këto momente? Besoj, shiko, unë asnjëherë s'kam pasur ndonjë mendim që do të ndihmonte opozitën, Gylsenin apo Dylberin, Amerika në prezencën e saj apo jo në zgjedhjet në Shqipëri apo në politikën shqiptare. Administrata Trump është ndryshe nga ajo e Bidenit. Po të ishte Bideni sot, do kishim një reagim të menjëhershëm, edhe mos them do reagim do të ishte të nesme në mëngjes herët. Pra të hënë në mëngjes herët. Deri tani në ora rreth 13 që ne po zhvillojmë intervistën. SBA-ja për ju i ka njohur apo si ka njohur akoma zgjedhjet? Po nuk ka rëndësi fare. Po nuk ka rëndësi fare ai ka njohur apo nuk e ka njohur zgjedhjet. Një sekond. Nuk jemi në vitet 1990, 1995, 2000 ose 2015, jemi në 2025-ën. Dhe politika jonë e di shumë mirë që njohja apo jo të zgjedhjeve nuk është që dëmton procesin zgjedhor në Republikën e Shqipërisë. Nga ana legislative, vetëm gjykatët janë ata të cilët shpallin zgjedhjet pavlefshme. Ajo të njohin shtetet e huaja ka të bëjë vetëm me kryeministrin i cili në rast se nuk e njohin amerikanët për zgjedhjet, thjesht ai mund të thotë që unë dua një vot besim tjetër. Po në rast që jemi sot edhe me këtë mandat që ka marrë Partia Socialiste, normalisht nuk kemi në kohën e mëparshme. Nuk e kuptoj të disa njerëz që thonë na po nuk i njohë Europa, ky do shkojë në zgjedhje të parakoshme. Po nuk ekziston kjo më. Në rast se do të ishim në 1991, dakord me ty jam edhe unë. Avokat, po nuk jemi në 2025, që do thotë zoti Rama nuk shkonte për qeveri teknike me Berishën dhe Bashën kur ishte atëherë në momentin më të kardinal, kur ndodhen arrestimet të funksionarëve të Partisë Socialiste, do shkoj tani që zoti Rama ka një mandat 4 vjeçar dhe zoti Trump mandati i tij mbaron para zotit Rama. Nuk ka logjik kjo. Ku është aktivita? Ai bëri punën e vet, realizoi objektivin e tij. Kush ishte? Normalisht ai tha ishte bëj një PR-un, shumë mirë. Po pas PR-it është edhe 24 muaj. Këto 24 muaj të kësaj kontrate më kanë shqetësuar mua. Nuk më ka shqetësuar prezenca e tij. Edhe një herë, për njerëzit që ta kuptojnë, unë nuk jam shqetësuar për prezencën e Lascivitës këtu. Unë jam shqetësuar pse janë 24 muaj kontratë. Nuk jam shqetësuar për 6 milionë. Tani nis lufta. Betejë. Këtu vjedhin miliarda dhe u legjitimua spaku, duke fut njerëzit e vet në burg Partia Socialiste. 6 milionë më prish punë mua. Mua më shqetëson 24 mujorshi që është bërë kjo kontratë për zotin Berisha. Kjo është që më shqetëson në aspektin gjithmonë të transparencës në kuptimin që unë nuk kërkoj llogaridhënie të më thot Partia Demokratike pse ka firmosur një dokument të tillë. Jo, mua më shqetëson fakti që në 24 muaj administrata Trump në Shqipëri çfarë roli do të ketë nëpërmjet zyrës së tij që është ambasada këtu. Asgjë nuk më shqetëson më shumë. Dhe përveç kësaj, unë nuk ndihem i shqetësuar vetëm për një fakt, sepse shqiptarët një pjesë të shqiptarëve, jo të gjithë shqiptarët, një pjesë të shqiptarëve legjitimuan një spakun, arrestimet brenda partisë,
Zoti Velian e shkërmoqën vetë socialistët, Zotin Bllako, Zotin Koka, të gjithë këta u legjitimua SPAK-u që arrestimet ishin të drejta. Gjithashtu u legjitimua SPAK-u sipas një pjesë të qytetarëve që arrestimet e Lirmetës, Sali Berishës, gjithë këto janë normale, nuk na intereson fare. Një pjesë e shqiptarëve thanë që ne nuk na intereson fare, ka drejtësi, pa drejtësi këtu, ne nuk na intereson. E di pse nuk intereson, sepse ata ende mendojnë të ëndra. Pra, po bëhet drejtësi në Shqipëri. Po kur do vi flakat e ty, mos shko te avokati, shko te partia, që është partia, të marrë sa më shumë vota, edhe ti pastaj shkosh te avokati do të do tallava përpara partisë. Po e pranoj partia tallavan, me vlerë ti. Avokat, për ta mbyllur kapitullin me Amerikën përpara se shkojmë te SPAK-u. Unë asnjëherë s'kam më dëgjoj të them diçka. Unë do jem koherent me ato çfarë unë kam deklaruar që në ditën e parë që ti më ke marrë intervistë dhe nuk kam ndryshuar asnjë. SPAK-u ka prodhuar statistika tek Partia Socialiste, qytetarët e ka hëngër sapunin për djath pjesa e tyre, që u vërtetu në këtu në këto zgjedhje. Tani këto janë zgjedhje vjedhje kur unë s'kam kandidu, kur unë nuk kam mbështetur parti haptazi, kjo dihet. Thjesht për sa i përket proceseve penale që janë bërë ndaj individëve të caktuar, unë kam folur, kam mbajtur qëndrimin e së drejtës dhe janë vërtetuar nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit që kanë dhënë faturë për shqiptarët. Faturë, kur flas fatura. Do kënaqeni duke paguar fatura, edhe unë edhe ju po bashkërisht të gjithë. Ato faturat nuk shikojnë a e majtas djathtës me parti po parti, a e tumbelin se tumbelin, puna është të gjithë do pagojmë gabimet. Kur i bën dikush atje lart gabimet, ai thotë përgjegjësia nuk është e ime, është individuale. Dhe po ta rikthem edhe një herë këtë skenarin që akoma nuk e ke kuptuar dhe po ta them edhe një herë sepse 3 ditë zjat lajmi, pastaj harrohet gjithçka, se njerëzit kanë hallet e tyre. Tani hallet do shtohet më shumë dhe frika do jetë në palc. Që do të thotë, gruaja dhe burri. Burri është pushteti dhe gruaja është viktima. Po gruaja është viktima që është populli, në tërësinë e vet ka punë. Edhe socialistët bashkë. Edhe militantë socialistë, e di unë çfarë janë, po edhe ata i fut bashkë. Kur një ditë do të zgjohet gruaja, edhe do thot jam i dhunuar nga burri kaq shumë dhe nuk duroj më, po kur gruaja shkon në komisariat, ai thot shko brenda se nuk do ri unë të merr me hallet e tjetrit. Dhe kështu do funksionojë kjo gjë. Mandatin e 5 e ke fjalën. Urdhra? E ke fjalën për mandatin e 5. Ora do të jetë 5-11, mua as më prish punë fare se unë këtu do jetoj dhe nuk kam ç'të të ndryshoj, e kupton? Derisa ta dalë në vizë amerikane. Disa presin të dalë viza, disa mos u hiqet viza. Aty do të hiqet, shiko, që disave i ka ik viza, i ka ik me kohë. Po puna tani, a është vizë amerikane, a është vizë brenda partisë gjë tjetër, po shiko, të dy partitë kryesore, PS dhe PD-ja, i ka ik viza, do thot, ato të Erion Velis nuk e di që do bëjnë pas 11 majit. Tani 14 maj, do të shikosh o do bëjmë pak me Edi Ramën, o do ikin nga Partia Socialiste dhe do përfundojnë të pandehur gjithë që Edi Rama t'i plotësoj për statistika. Avokat, 69 a qëndroni me numri magjik apo jo? Jo, po, 69 ti ketë sigurt, ti ke janë non grata, nuk bët fjalë. Do me thënë, kjo zgjedhjeve nuk ndryshon gjë. Po që ndryshon asgjë, më të zotëri, Partia Demokratike Amerikane ka bërë politikë për të penguar pjesë të opozitës dhe dhe linja Trump e ka të normuar qartë se këtë, as ndryshon fjali kjo, 69 janë të non grata as bët fjalë. Kur shkon në Amerikë, po ku është luli më? Po ku është luli më? Kur 4-7-313, edhe si kur të ke 313, edhe si kur të ke 313, dihet që Edi Rama shkon pak më lartë. Avokat, po çfarë mund të shpjegojë në realitet kjo që para 4 vitesh ishte në opozitë më votuar që ishte shumë pranë qeverisë, ndërkohë që tani nuk arrin të futet dot as deputet. Çfarë do thotë kjo për realitetin? Si e shpjegon? Për Lulzim Bashën. Po.
Shiko, është njeriu që i kanë dhënë kaq shumë dhurata shqiptarët, Partia Demokratike, Edi Rama, thuaj çfarë duash. Edhe të shkoj ta shpërdoroj në këtë formë, në këtë mënyrë, duke u bërë servili i Yuri Kim, vetëm ai njeri e ka bërë. Dhe ky është mesazhi i qartë që shqiptarët kuptuan, një pjesë atyre, mirë se mos vendosim të gjithë dhe dalë të diskriminuar këta, kupton, do t'i bëjmë pak një kështu saktësim. Që do të thotë, Luli ndoqi mandatet, dështoi. Po e mbrojti Partia Demokratike 2021. Vendi thonte demokratëve, ju dua, ju dashuroj, se më keni shpëtuar. Partinë e partisë është e vështirë që si individ të ecësh këtu. Mash mandat. Unë për më mirë, unë bëra gabim që nuk kandidovoj pavarur. Edhe i dështuar të dija, të paktën e kisha provuar. Provoja me zgjedhjet lokale avokat janë afër. Ndoshta mund të kemi për Tiranën më shpejt. Është e bukur të kandidosh thjesht vetëm për me të gjeneru të gjithë. Si pavarur se oferta do kesh për të tërhequr ndoshta se si Marko Dajti mos gaboi Partisë Komuniste atëherë për 1000 vota vendosi mandatin në Tiranë apo jo? Pse më e mendoj? Po që ishte koalicion që në batë. Do ta mendoj të vërtetën. Nuk do ta lej kështu, por do ta mendoj, do ta diskutoj me një rreth të ngushtë, edhe do të vendos në fund fare do të kandidoj pavarur apo jo. E di rezultatin. Ke edhe pa kohë. Avokat. E di rezultatin, prandaj do ta vendos pak më vonë. A nuk projektohet shpresa vetëm te PD-ja avokat se pare dhe se dyti si mund të projektohet vetëm unë po do lej pavarur. Edhe për të vazhduar pjesën e dytë, si mundet që të frymëzojmë Rama? Çfarë do bëj sepse ai e ka rishpikur veten disa herë. Shiko, po dështoj në Bashkimin Evropian, do ta thotë të shkojë në Bashkimin Sovjetik. Ose mund ta thot pastaj që do mund të ndryshojë administrata, supozojmë ikën Trumpin, vjen pastaj demokratët amerikanë. Do tani të shkojnë bëjmë pjesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po tjetër plan nuk ka. Ose në fund fare që jam i bindur ta thot këtë, mbaj mend të shënoj këtë, lutem se mos ta harrojmë. Do thot, tani nuk kemi nevojë as NATO-n, as Bashkimin Evropian, se ka krizat e veta, ata derisa ta gjejnë, do vinë zgjedhjet 2029 në Bashkimin Evropian. Do bëhet ndryshim në 2026 nëse ky presidenti i Këshillit Evropian Costa do të shkojë dhe të kandidojë për president të Portugalisë, se kështu janë skenaret, dhe do bëhet një ndryshim, do vijë dikush tjetër. Dhe duke marrë situatën e Francës, që Franca ka destabilitet të brendshëm politik, për shkak se konkuron Macroni dhe Le Peni, pra partia e saj, pavarësisht se ajo është e dënuar, por jam i bindur që francezët do ta heqin Macronin në një farë mënyre dhe do të sjellin një alternativë tjetër brenda Francës. Ekstrem. Urdhro? Ekstrem i djathtë. Po, dhe dihet kjo gjë që do të ndodhi diçka në Francë, francezët nuk janë si shqiptarët që këtë bën arrestimi, s'ka impakt fare, edhe francezët thotë s'ka problem. Prandaj quhet Franca ajo. Jo si ne që ndodhin arrestime, edhe këta mendojnë se kur janë kështu mos i quhen arrestime të cilat janë për gëzime, e kupton? Edhe jo arrestimet na vinë në shqetësim. Pse ka kaq arrestime? Sa më shumë arrestime, aq më shumë rritet partia në pushtet. Po normal, se partia ka manualin, jo kam thënë besin herë, manuali është shumë i qartë. Partia ka manualin dhe thotë, këta të cilët më cenojnë mua, duhet të shkojnë te spaku. Ju e shikoni një rast tjetër, pse tani gjatë fushatës kanë shkuar kaq kallëzime penale për zonjën Balluku. A të bëj një pyetje, mund të bëj kallëzim unë ty kur nuk të njoh nga afër, pra sa herë jemi takuar ne? Unë nuk të njoh ty nga afër për shembull. Nuk është se rri 24 orë me ty. Nuk di sekretin ta çfarë bën ti, a bën shkelje vepra penale apo jo. Por ai ti ty nga afër, ku do të dalësh me Ballukun? Po prit një sekondë dhe ti mos u nxito. Pra unë me ty njihem. Po unë me ty nuk rrim nga mesdhej ndark bashkë. Por ama, në rast se ne bashkëpunojmë në një fushë të caktuar,
Normalisht edhe ti edhe unë ndaj njëri tjetrit do të kemi disa mendime. Mund të kemë bërë disa veprime të paligjshme. Edhe atëherë si vjen, unë mund të godas ty direkt, jo, po kujt ja çoj? Unë që jam i brendshëm, ja çoj dikujt të jashtëm dhe i them, shiko çka ka bërë ky maskaraj. Edhe zgjohet dikush dhe thot, me sa lexova unë paska dyshohet për vepër penale. Se kështu punon, kjo është partia, pra manuali i partisë është i njëjtë, nuk ndryshon. Pra, futen në burgat ato opozitës, paralelisht futen edhe të pushtetit. Po pse futen edhe të pushtetit? Sepse në rast se ke vetëm të pushtetit, thot opozita, e kapëm situatën. Po çfarë ndodh? Godit edhe opozita dhe pushteti, dhe opozita dhe pushteti dhe populli kupton që po këto godasin barabart, po jo, po nuk godasin aty ku duhet. Pra, Velia nuk e goditën atje ku duhet dhe aspekti politik. Morën thanë që gruaja pas ka bler 100.000 libra edhe këto i ka bler me lek të korrupsionit. Kështu e kuptova unë. Pra nuk u ka për shkak që për shembull të problemeve të pushtetit, s'ka lidhje, jo. Ajo lekët i ka bërë pa pushtet. E kupton, pra, e kupton çfarë do të thotë kjo gjë? Kjo do të thotë talleni me ne dhe kjo është diçka më rrezikshme për SPAK-un. Do filloj ajo që ke thënë Dulber, mosbesimi, shpresa. Në rast se SPAK-u nuk vepron me arrestime, çfarë do të thotë? Që SPAK-u po ul pak atë nivelin e vet. Po në rast se SPAK-u vazhdon me arrestime, vazhdon me procedime dhe kundër pushtetit, ti mendon kush deli favorizuar, SPAK-u apo pushteti? Një gjë është e sigurt që pushteti do rritet akoma më shumë. E kuptove? Se kur të thoja unë ty, që ti më thoje zoti avokat, po këtu SPAK-u bën aksion edhe kështu, po aksion nuk bën duke bërë PR. Pra, deklarat SPAK-u, nesër në Elbasan, çuna, mblidhuni. Në Fier, çuna, mblidhuni. Në Tiranë, çuna, e keni këtu po kujdesni, futuni na po biruca. E dini ju që se elite Partisë Socialiste që u dukshin bosh, ishin marrë që jashtë duken bosh dhe brenda kishte dhoma të tjera që ishte puna, makineria. Po kur këtë e di unë, që jam një qytetar i thjesht, këtë se di ka institucioni që ruan balancat dhe e tonë. Avokat, do ja bëj dhuratë mandatin e dytë të SPAK-ut Rama me që fitoi tani? Rama duhet të jetë i ashpër ndaj prokurorëve, të jem realist, sepse Rama do të i thotë që tani e tutje ju çdo kazim penal ndaj meje do ta pushoni me njëherë. Pra, mund t'ja bëj këtë dhuratë në këmbim të kësaj? Jo, nuk ke dhurata Rama, çfarë mendon ti? Rama pas 8 mandate ku t'i japi dhurata? Shumicën po e bën, i jep mandatin e dytë SPAK-ut në këmbim të kësaj që ju thatë. Edhe një herë po të them ty. Rama nuk jep dhurata, nuk dhuron Rama. Ramës vetëm ti dhurosh. Rama do t'i bëj ata të SPAK-u, ta mendojnë mirë kur çon t'i marrin telefonin. Në qasni preta për të SPAK-u. Nuk e di se si e kanë marrë njerëzit këtë gjë, unë e kam marrë me shumë sportivitet, e di pse se të paktën është që derisa sovrani foli, s'kam që t'i bëjë unë, se s'mund të marrë autoritet, unë a ka bërë manipulime, që sigurisht korrupsion, presion, këto as bëhet fjalë ekzistojnë 100%, por unë them këtë gjë. Burri është pushteti dhe gruaja është populli. Kur gruaja të çohet që të denoncoj burrin, atëherë mbahuni çuna. Nuk jemi ende në këtë situatë. Por fatura do jetë e rëndë për të gjithë. Pra, edhe unë këtu që jam përpara jush. Fatura financiare që do paguajmë të gjithë, që të shkojmë në Bashkimin Evropian, po ekziston deri atëherë. Edhe ai si është. E kupton? Po ekzistoi edhe ai, po pavarësisht se ekziston apo nuk ekziston, duhet të mbulojmë korrupsionin vëlla. Do ta mbulojmë korrupsionin.
Korrupsioni nuk mbulohet duke thënë që do ta bëjmë luftën kundër korrupsionit. Korrupsioni do të mbulohet duke na rrit taksat ne. Ne do paguajmë lek. Që jetojmë këtu. Ai që voton për faktin tim që është jashtë shtetit nuk pagon taksa këtu. Edhe kur vjen këtu dhe i thu ka taksa, po ne atje nuk pagojmë taksa kaq shumë. Po jo, hajde dhe ti që votove nga ndej pushtetit, të paguash bashkë me mua taksa, mos më rriti mua atje, edhe të më thuash jo, paguani ju se ne këte nuk paguajmë. Prandaj, që të jemi, jam realist, se ky është realiteti, të jemi realist, kjo është e vërteta. Do vit dita që të paguajmë faturën. Fatura do t'jetë edhe brenda spakut. Çfarë mendoni ju? Mendoni ju se Rama do të fali spaku në rast se spaku do shkojë të trokasë zotit Rama? Dhe mendoni ju sot në këto kushte që jemi, do goditet e zoti Rama drejt për së drejti? Ju a kam thënë se do goditet zoti Rama? Pa ai nuk e din Rama këtë gjë. Marr lapsin, shënoj procedimin penal. Dhe unë si prokuror, derisa të jem atë të spaku, procedimi penal 6666, fraksion 1. Tani, të ky fraksion 1 nuk dihet akoma personi që duhet të kapet. Pa ma dihet vepra penale. Vepra penale është 260, korrupsion pasiv. Po tek kodi penal ka nenin 66, që është parashkrimi i veprës penale. Që do 20 vjet të parashkruhet vepra penale 260 të kodit penal. Do 20 vjet parashkrim nga momenti kur e ke kryer veprën penale. Që do të thotë Rama është nga 2013 deri në 2029 tani, deri në 2032 mund të ekzistojë kjo këtu që po them unë ty, të jetë regjistruar në fraksion, po mos të zgjet autori. Po e le hapur. Po është hapur më vëlla, po është hapur, po, e ketë hapur. Sa ai nuk ka çat bë, e kupton, që nuk e merr, tani për tani nuk e merr. Po nuk e merr dot tani. Se edhe 4 vota i duhen aty, edhe i çon të gjithë për në Amerikë. E kupton çfarë bëri spaku. Pra, unë mendoj sot më të tmerruar në aspektin juridik dhe politik janë 20 prokurorët e spakut dhe gjyqtarët që janë noterët e spakut. Më të goditur nga kjo gjë janë ata, jo arrestimet që ka bërë spaku. Kur të shikosh ti lavatricën që të kam thënë unë një herë ty, që do të bëhet ajo lavatricë që të kam thënë. Por dalë lavatricë, po me Berishën çfarë ndodh? Sepse mori dhe një gjob për to zvarritjet e gjyqeve më the tash. Çfarë do ndodh? Kush do jetë vendimi? Gjoba janë kot kështu sa për me sa janë ama. Nuk kanë lidhje ato gjoba, ato gjoba janë kot, janë procedurale. Tani më kuptove çfarë po them. Këtu është e gjithë situata. Të gjithë kontekst këtu është. Nuk ka më frikë populli, se populli tregoi që edhe në frikë të jem, unë kaq do t'i jap PS-s, ka do t'i jap PD-s, partive të reja do t'i fus në parlament ashtu si i futa. Por ajo që mua më shqetëson tani është pse Lapa i ka një mandat, pse ky Shea i ka një mandat, 2 mandate, pse Qori pati një mandat, që janë figura të reja pothuajse me subjekte të reja. Lapa i pretendonte grup parlamentar. Ajo edhe 71 mendonte, po lere tani është histori tjetër kjo. Por ajo që unë dua të komentoj për Lapajn edhe të tjerë, është kur të dalë rezultati përfundimtar, të bëjmë një analizë bashkë për votat parapërqyese që kanë këta si individ në listën e hapur, që të shikosh dështimin. Nuk ka rëndësi që kanë marrë 51 vota në total. Në rastin e përfaqësimit dhe në rastin e ekspozimit tyre mediatik që mediat ato duhet të bëjnë lamis deri në darkë falënderimit medjave, se po t'ishte pushtetin aktual, as bëhet fjalë, ata do të ishin dukur kurrë me mandate. Shea, Lapaj, Qori duhet të falenderojnë ato media që i kanë promovuar. Se të ishte
mënyra të tjera, nuk besoj se do të kishin mundësi të merreshin ai mandat. Edhe atë me zore morën. Pastaj frymëzimi që nuk morën pjesë në zgjedhje. Kush e ka fajin? Partitë e reja e kanë, se kur ti zgjedhjet i ke në 42% pjesëmarrje dhe nuk e rrit mbi 51%, nuk të ka faj Partia Demokratike. Ti nuk binde qytetarët gri të dalin. Pra, qytetarët gri janë akoma në bollën e çudirave. Kur ti vija jo fatura, se o çuna që do bëjmë tani se duhet pagojmë gjithë këto lekë. Po çfarë të them unë vëlla? Çfarë të them unë pastaj? Avokat, opozita nga duhet t'ja nis tani. Nga t'ja nis. Jo opozita, tani mos e ngatro, prit një sekond. Sot flasim për rezultatin e zgjedhjeve. Pjesa tjetër ka filluar fushatën për zgjedhjet e ardhshme. Po më mirë, edhe unë tani fillova me ty duke shpall veten kandidat të pavarur. Dëgjoj tani mua. Duhet ta mendojmë këtë një herë, me sinqeritet ta them. Shiko tani. Do bëjmë këtë gjë. Të komentojmë ashtu siç duhet tani. Me datën 9 shtator mos gaboj, betohet qeveria e re, parlamenti i ri, dhe atëherë do flasim për opozitën e re. Sot jemi në kushtet e një opozite të vjetër, që akoma nuk ka dalë e reja. Sot do prisni në fjalimin tuaj dhe mesazhin e Zotit Rama kë një opozit. A është një 50 deputete Berisha, ai është opozita. Jo, një sekond. Kë një opozit Zoti Rama. Lapaj që s'do jetë në parlament, që nuk do jetë, ka deklaruar që po mora një mandat dhe ja lër Shabanit. Po hajde Shabani, vendosim Shabanin aty. Okej, aty u vra me karrike tani. Sheja i 2, Tom Doshi, faktor 3 mandate. I garantoj me luft policie, luft partie, ai garantoj 3 mandate, mbaroi puna. Po t'ishe 70, 71, 72, 69 do ishte, po tani është faktor kushtetues tani tutje. Faktor kushtetues. Akoma më rënd, domethënë. Po pra, vlera është më shtuar. Po. A kupton? Pra është faktor kushtetues, se ka 3 mandate. 2 mandate shejai, i cili normalisht duhet të marrë rol protagonist, se me të parën futet merr mandat, Lapaj me të parën futet merr mandat, Qori me të parën futet merr mandat. Pra, duke që në këtë kushte, duhet të dish që Rama sot në darkë duhet të shpallë opozitën. Pra sonde shpallë opozitën e re? Po normale. Pse duhet ta shpallë opozitën e re? Sepse ai tani don të përçajë opozitën brenda vetes tyre që të kenë një përçarje më të madhe se sa në 2021-shin. E përçau Partinë Demokratike, me skenari që përçahet përsëri Partia Demokratike nuk ka më nga ana ligjore, sepse do vi mas një kohë kryetari i ri, do bëhen ndryshime strukturore, Saliu mund të rri kryetar në deri, nuk e di çfarë do të zgjedhin ata, do bëjnë një majoritet të brendshëm. PD-ja është garantuar me 50 deputet. Tani Ramësi don që të bindi popullin që tani ka një opozitë të re, e cila do edhe 10 vite akoma të ngjallet opozitë e re, që të vi të marrë pushtetin, pra do pjekuri. E do të çalojë do luaj Partia Socialiste tani. Dhe prandaj Rama po punon tani nga sot, do shikosh Rama çfarë do thotë për opozitën. Avokat, kjo e sistemi gjys presidencial, to ndryshime si këto komente si ke parë, mundet apo? Kur të prezantova unë atë si ka emrin reformën reale atëherë, të thash në një karton po e ke parë, nuk e më atëherë. Po, sigurisht që po. Po tani vetëm më duket se nuk e di a e kam apo se kam, por gjithsesi duhet ta kem diku. Po. E ma më duket, e? Po.
Sa mandate ka më Rama sot? Edhe një duhet. Çfarë kam thonë? Normalisht logjika e shifrave të çonte që të 78-a, por shkoj më shumë. Por kjo është edhe me aprovim edhe në heshtje. Pavarësisht se ka 73, 83. Nuk e 83. Pra, unë i nxorra, po asnjë se kuptoj. Po gjithsesi, është puna e tyre, a e kuptoj se kuptoj, se do të them, shiko kështu mendoj unë. Se ka edhe disa gjëra që nuk i thua të gjitha. Sepse duhet edhe tjetri të thotë, shikoj, jeta shikojmë edhe një herë çfarë po bëhet këtu. E gjitha ajo që është shqetësuese, është që faktori opozitar nuk shikon ekrane, nuk shikon portale dhe faktori qeveritar shikoka. E kupton ku jemi? Pra, opozita ose pjesë e opozitës nuk na shikon fare ashtu siç duhet. Megjithatë, avokat, PD-ja mund ta bëjë më shumë, jo se ja mori votat PS-ja, por se ja morën partitë e reja, apo gabohen. Edhe çfarë po bëhet me LSI-n, me Partinë e Lirisë? Mund të Partia e Lirisë mbaroi. U shkri, u zhduk. Partia e Lirisë ka mbaruar. Zoti Meta të lashit me drejtësinë e ka vetë. Nuk merret asnjëri, edhe sikur nesër t'japin dorëheqje 2 deputetë të vet, nuk ka fare lidhje. Zoti Meta ka mbaruar përfundimisht për politikën shqiptare. Avokat, më thuaj edhe diçka për sa i përket garës për kandidatët pra vota preferenciale në Tiranë, por edhe në qarqet e tjera. Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje? Jo, po pres të dalin rezultatet përfundimtare që të studioj shifrat që të flasim. Tani është e kot flas diçka se akoma nuk janë numëruar. Dalë vendimarrja e gjykatës shkallës parë që të bëjë atë përfundimin të rezultateve. Edhe pastaj them çfarë kam parë me votën parapërqyese. A ka vlerë lista e hapur apo e mbyllur këta që na thonin do bëj gara, hape gara dhe me zor ka marrë 1000 vota. Ja të shikojmë tani. Avokat, për ta mbyllur, jep një koment, çfarë do të prenten në protestën e opozitës? Çfarë do bëj Sali Berisha? Sepse gjatë fushatës e pam që nuk ishte Berisha i dikurshëm, nuk kishte atë e dikurshëm. Tani mendoni që do i rikthehet tani, ndoshta atëherë ka dëgjuar Lacivitën, mund të i kthehet tani nga e premtja? Deri mund të ketë trazira, pra deri ku mund të shkoj? Përpara unë s'kam thënë asnjëherë popullit shqiptar të bëhet dele, të futet në burg, për edhe pastaj thot avokatët dhe familjes më nxjerrin nga burgu se partia i harron mrena qelive. E kam thënë disa herë këtë, e kam thënë për çdo parti politike. Për mendimin tim, po politikanët shqiptarë nuk din të frymëzojnë popullin, ti për shembull të them një gjë të keq që ka bërë Partia Demokratike si subjekt garues, dhe partitë e vogla. Po Partia Demokratike nuk ka dhënë një garanci tek administrata publike. Ka qenë arrogante. Pra, shiko Flamur Noko. Do vim do ju bëjmë kështu atë. Nuk don populli kështu gjërash. Po pse edhe unë s'di të jem në vrik, e unë s'di të ka përcej dhe filloj dhe i marr mbar gjitha, po nuk bëhet kështu. Se ti je politikan dhe ti tani të duhet që të bindesh edhe atë tjetrin, që edhe ai tjetri mos të thotë që nesër po më erdhi ky mua më griu, e kupton? Ky do më ngri mua parë në pushtet, jo kur të vim pushtet, më ka masakru. Del ai më nxjerr mua çan nxjerr. Gishtin atje përpara parlament, nuk e di se kam pa live, ka qenë live ajo gishti megjithënë, ha? Po. A kupton tani nxjerr gishtin mua atje, ç'o ti them unë atje më? Nxjerr ai në pushtet, është rrezikshëm. Ky tjetri thoshte lapaj, do godasin PPP në kështu gjërash, do mbyllin PPP bashkë me atë qorin që janë. Po si do godasosh ti PPP dhe pushtetin ekonomik të këtij vendit ku atje mbahen qindra mijëra shqiptarë që punojnë në për administratat e këtyre të oligarëve që thojnë këta nga mesë deri në darkë. Po si do ta bësh ti këtë gjë më? Po kjo krijon pasiguri më zotëri. Po si ti do të bësh luftë bandave pa marrë pushtetin më? Ti jepi ministrit kësaj të rendit publik, jepi vullnet politik që ai të luftoj bandat, po nuk prapa ai të luftos ka çfarë të bëj. Vetëm marr kallashën ai me i gjumë bandën nga mrapa.
jepi vullnet, përcjellë vullnetit e policia dhe policia ti të bëjë punën e vet. Si do të shpallësh organizata terroriste ti akoma po fut në pushtet. Pra, program duke bërë sulm nuk të voton asnjëri më vëlla. Po nuk të voton. E ke hajdut atë, mos bë marrëveshje, mos çohole Oert Bylykbashi nga mjesin deri në darkë. Të bëj marrëveshje me Edi Ramën, me Damian Gjiknuri në tërmetin e radhës. Damiani e bëri tërmet edhe në jug, Ai e bëri i lumë që e bëri. Tërmet e ka bërë Oert Bylykbashi në PD. Tërmet. Pra, surprizat që tham ishte, surprizat sipas interesit, surpriza ka dhe pozitive, që është Damiani e të tjera, surpriza ka edhe negative, që është Oerti, Ivi Kaso, se do them një gjë të cilën nuk e kam ndarë me ju. Kam qenë në një takim edhe më është dukur pak shumë e shumtuar kjo gjë, po dua ta them në mënyrë pak që mos të kuptohet që se s'dua të ja po shumë detaje për ta identifikuar. I them njërit, ore ju, o jeni budallë, o jeni naiv, o e bëni me qëllim. Në rast se jeni budallë, edhe jeni naiv, edhe jeni të paft, Allah ta keni. Po në rast se e bëni me qëllim, do të thotë që ju merrni lek. Se nuk mundesh të çosh një individ si Oert Bylykbashi të negocioj përballë tërmetit të rallës. Po nuk ndodh kjo gjë. O ju kënaqeni se keni një qëllim për të plotësuar, sepse të qenurit kaq shumë naiv, kaq shumë budallë dhe kaq shumë të paaft, një ditë edhe ai që është i paaft korrigjohet. Si themi, plekuria profesionale nuk të bën ty për shembull që të kesh marrë me 10, ti mund të jesh një ufo, mos ta dish se a kisha bërë fare. Ti të merresh 10 nga mjesi deri në darkë dhe u shkosh në praktikë aty të thosh, ti mund të marrësh patentën brenda ditës me sukses pa korrupsion dhe kur të marrësh makinët, fillosh të marrësh 100 makina dhe njerëz përpara. Ka diferencë njëra me tjetrën. Dhe i them personave, orës do 3, kjo gjë do të thotë, o ju jeni të paaft, o ju e bëni me qëllim, nuk ka mundësi. Po janë faktor të tjerë në mes. A pra, e bëni me qëllim. Ma thuaj edhe mua të kuptoj. Avokat, për ta mbyllur, ka shansi që Rama mund të shkojë te modeli Nanos, të vendosë një kryeministër tjetër, thjesht edhe përkohësisht për ta ulur çik, për të marrë me gjëra të tjera. Thua, skenari bukur, nuk kështë shkumendje kjo. Po, se besoj. Jo, Rama nuk besoj të uli vetën e vetë ka shumë. Jo, ma aje e heqe dhe e ven në çdo moment. Jo, as bët fjallë. Rama i ka studiu shqiptarin. E di mirë shqiptarin, Rama. Nuk bëhet. Avokat, faleminderit shumë, po. Rama nuk lëshon karriken në asnjë moment. Po jo, ti është edhe për pushim për një vit, ndoshta për të marrë me gjëra tjera. As bëhet fjalë, Rama nuk mund ta bëjë këtë lëshim, sepse do të zhgënjej socialistët e flakët që ka rreth vetes dhe ai duhet pastroj partinë nga njerëzit e Erion Velis. Mund të t'i pastroj edhe me duart e tjerëve, plus që ai e ka komoditetin që të luaj, sepse numrat i ka, mund të heq, mund të vë. Me duart e tjerëve, po pse gjithë kësaj kohë me duart e spakut ka pastruar partinë ai, çfarë më thonë duart e tjerëve? Përgjegjësia është individuale, nuk ka formë kolektive përgjegjësisë në Partinë Komuniste, Partinë e Punës, Partinë Popullore Socialiste dhe sot Partinë Socialiste. Me duart e tjetrit pastron Rama partinë. Çfarë mendoni ju? Pse ti ma bëri kaq shumë europian në Ramën? Akoma nuk shkuam në Europë dhe ma bërë të Ramën europian. Prandaj, zoti Rama do të pastrojë Partinë Socialiste dhe ka punë për të pastruar Partinë Socialiste dhe zoti Rama nuk mund të jetë një kryetar partie. Zoti Rama është më shumë se kryetar partie. Dhe zoti Rama do të shënojë historinë e vet brenda Shqipërisë. Mandati i 4 ka shënuar histori,
por unë jap një këshill tek të gjithë, pavarësisht pushtetit për krajës, njerëzve, miqve që nje dikush, pushtetit ekonomik që mund të kesh, miliarde që mund të kesh, në jetë duhet të mendosh ku e nise, si e vazhdon, në çfarë maturie e vazhdon, mos typi vetja në qef në mënyrë, mos themi emra tani se ngelatre dhe s'dihet këtë themi të pare të fundit. Dhe puna është kur do të dalësh nga aty, si do dalësh. Se po dole natën, dihet që s'ka të nesmen. Po ike me kokë lartë, dihet që ka marrëveshje. Dhe ai që do të zëvendësoj, ose ai që do marrë karriken, do të mbroj dhe nuk do të shes. Pra, unë nuk mendoj gjën pozitive të 80 mandate, t'japem dhe 140 mandate. Puna është që rrugtimi është që duhet të jetë deri në destinacion mirë për atë. Se e di si ndodh tek jeta jonë politike, është kështu. Është se ai balon fryë, pastaj fillon edhe shpërthen. Kur shpërthen, nuk dihet destinacioni, por për atë duhet të dihet destinacioni. Destinacioni është i kontrolluar që iki në një moment kur dua unë, por puna është pasojat do të vinë kur i dua unë, apo do të jenë pasojat të cilët unë nuk dua të më vinë kur, por do t'i marr për vete sepse nuk kam bërë rrugën e dur, sepse kam qenë mendje madh. Nuk e di, do ta shikojmë. Megjithatë, duke nisur nga pasditja e sotme, skenaret janë të hapur dhe Rama i ka mundësitë edhe komoditetin për të luajtur dhe për të bërë çdo gjë, pasi numrat i ka. Shiko, unë do mbështes Edi Ramën. Për këtë po e them për gjithë popullin. Për të gjithë, për këta që votuam dhe për ata që nuk votuam. Në kodin penal që do të sjellë në parlament, për heqjen e shpëtorimit të tij. Oksigjeni do të jetë vepër penale. Do të normohet me ligj. Edhe shkelja e oksigjenit që marrim, ajrin, do të jetë vepër penale. Uroj populli jon ta kuptoj. Në rast se nuk kupton, besoj që të reflektoj dhe të thot që fatura vjen të gjithë. Edhe unë, edhe ju, edhe të gjithë bashkërisht do ta paguajmë faturën. Fatura do na vi secilit veç e veç, por në mënyrë kolektive, sepse përgjegjësia kur vjen fatura te kolektivi, është kolektive dhe individi nuk ka përgjegjësi individuale. Do vi fatura. Këtu do jemi. Deri atëherë avokaton të falenderoj shumë. Jo deri atëherë, edhe unë të falenderoj shumë, do jetë e afërt, por deri atëherë të kemi shëndet. Bashkoj me urimin tuaj. Përshëndetje. Bashkë me popullin që ka votuar në këtë zgjedhje, bashkë edhe me atë popull që s'ka votuar në këtë zgjedhje. Faleminderit shumë avokat. Faleminderit dhe ju.